dakord që me dalën klub natën e Bajramit? E thash më herët unë... Për ty pedi, po qikat. Hajde, që më të vuli. Mu nuk është që më ka ra, shumë në Kosovë më ka ra kërë më kom fëmi për punën e Bajramit. Mirë po, tash si e rritën, që kipo më do këtë është Bajrami i parë që e kom festu këtë, kështu që nuk është që më ka ra, ose mu se A rritë do këtë okej, a e arsueton, për shembull? Të each their own, i thamë gjithë, se cili për vetën e ka, po thjesht unë personalisht nuk është që kom dalë një herë. Tash po buën dyjat, ose trijat, një në shpe, një në kafe dhe një në klub. Abdin po ma shumë pjepin rëndësi që sojt dollë mësë në klube, që kjo mua kam pengon pak. Po që ata është që po shkojnë që apo bën turma, jo që apo do me bu vetë. Që që shkje po pengon. Pak shumë fojnë e kena na. Na duhet me morë këtë iniciativë. Abdin mi ftu familjarët për me ardhë me vazhdu traditën, edhe të na me bu edhe ekstra sene. Qysh me të ftu ty ku nuk quesh herët më nxes? Ti duhet më quni herët më nxes, me shku në shpi, pas da i vim këtë krejt. E qëtash, unë e kom angazhime këtë tjera, unë e shkoj gjatë notës. I kryjnë ato procedurat veta dhe shkoj këto pak atje gjatë notës, ditën tjetër. Po, iniciativë duhet me marë na, se tash neve na takon me marë iniciativë për me festu gjithë Po dhe mi rujt paka shumë. Që i takon me festu. E ditëlindjet a i festoni vetë kështu me shoqëri dilni jashtë, apo me familje e mbledhni kështu gjithë fisin? Ajo? Unë e kam që ditën e ditëlindjes se kam veç me familjen, se thjesht me ta e kam rrethin ma të ngushtë, edhe mas tanina nëse lidhet na i ditë në vikend, ose ditën tjetër, ditën ma përpara, e lidhi me shoqërin me dalë, ose me bo diçka, ose me shku dikon, po ditën e ditëlindjes se kam ekskluzivisht me familjen. Njëjtë si Roderika dhe one. Dhe me thonë vishë me familje, ditën e parë, tani ditën e dytë, nëse kom përshim, një kafe, me shoqëni ose diçka. Për ty, Burim? Për neve moshkujve është pak më ndryshë. Pse? Të arë do vetën që të shka. Ditëlindjet për neve nuk kanë qatë shumë rëndësi, sa kanë rëndësi që periudha prej ditëlindjes 30 dhe në 31 sa kena rritë, sa kena pas sukses, sa i kena bo shpis krenar, rrethin edhe shëshnis, që ajo periudha in between në mes, që ajo nga bë neve muni ma mirë se sa festimi një ditëlindjes. Po, a më është në pak ditëlindja e kohë, veçantime soj me orë me ta oru ditëlindjen, me u bo bashkë me njerës që i dënë. Nëse ma herët i na bo me agjallor, holla, krejt bashkë, sot e dim gjithë në 12 ora jena kim dojtë diku dhe jena me shoqëri. Nuk i di, une personalisht ma shumë kom qef me marrë iniciativë për me a festu dikujt ditëlindjen, se sa me marrë iniciativë me bu temën. A ja u dini familjarve ditëlindjet, për shembull Agjës Dojës? Jo, Agjës Dojës, për men. Agjës Dojës, ajo. Jo që nuk e të kanë këre. Asa tas po besoj që na din neve. Aty në Shumë e kom të bledi ditëlindjen, po këta që i kam rreth afërt po krejtve për mes. Po, normal, familja e ngusht, ajo as nuk Ka njerëza më që nuk ja u din, çuditësh. Po, edhe shoqënisë që i kam ngushtë edhe familjes ja u di për mes. Po kalojmë tash tek një pjesë që besoj që gjithë secili e dojmë, sidomos korrek edhe gosht tek pushimet. Kur është era e fundit ndoshta që pushimet i keni bërë bashkë me familjen? Vitin e kalum.